Të dashur shqiptar, dua të ndaj me ju sot një zbulim të madh që ka bërë Norbert Jokli një shekull më parë dhe që ka mbetur i harruar. Është një zbulim i jashtëzakonshëm që është përforcuar nga zbulime të reja të bëra kohët e fundit mbi gjuhën e prygasve, që vinin nga Iliria dhe u vendosën në Azinë e Vogël. Fjala prygas vjen nga shqipja bregas, njerëzit e bregut. Por në ilirisht u kthye në y. Si në pater patyros, që do thot baba, Zeusi baba. Jo vetëm që Norbert Jokli besonte që kjo fjalë vinte nga ilirishtja, është fjala bagëti, por ai mendonte që shqiptarët janë i lirë dhe kur ju referohet shqiptarëve, ai thot gjithmonë i liri, kur thot për shqiptare, një i lirë. Tani këtë se ka bërë asnjëri. Madje dhe ata që ishin antar të shoqatës panilire, nuk thonin që shqiptarët janë i lirë, por që gjuha shqipe ka elemente të gjuhës ilire. Pra Jokli është i vetmi studiues që ju referohet shqiptarëve si i lirë. Tani ka shumë rëndësi të referohesh shqiptarëve si i lirë, sepse gjuha shqipe dhe gjuhët slave si gjuhë motra kanë shumë fjalë të përbashkëta. Po ashtu gjuha shqipe dhe gjuha greke kanë fjalë të përbashkëta, dhe askush nuk e dinte që këto gjuhë kishin ardhur nga një burim i vetëm. Deri në fund të shekullit të 20, shumica studiuesve besonin që gjuhët kentum janë më të vjetra se gjuhët satem. Ky ishte koncepti. Mirë po gjuha shqipe shfaq elemente të gjuhëve satem dhe kentum në të njëjtën kohë. Kjo i ka shqetësuar të gjithë studiuesit sepse janë dembel, ata duan që gjuhët të ndahen thjesht në satem dhe kentum, ti bijet me thik, të thuhet që gjuhët satem kanë dalë nga gjuhët kentum dhe është shumë e thjeshtë si shpjegim. Mirë po natyra njerëzore nuk është ashtu. Gjuhët nuk janë krijuar ashtu me thik të ndara satem dhe kentum, dhe shqipja si gjuhë e lashtë është si ur lidhse midis dy grupeve. Dhe nuk i përket as gjuhës satem as gjuhës kentum. E njëjta gjë ka ndodhur me gjuhën e prygasve, që ishte gjuhë ilire, dialekt i lirë, dhe ajo shfaq edhe elemente të tipit satem, edhe elemente të tipit kentum. Dhe fjala bagëti na del në gjuhën e prygasve. Mirë po Jokli këtë nuk e dinte. Këto zbulime janë bërë vonë, tani në shekullin e 21, dhe Jokli nuk e kishte iden për gjuhën e prygasve. Por Jokli ka zbuluar ligjet fonetike të gjuhës shqipe, që shqiptarët nuk e dinë. Pra Jokli tregoi që gjuha shqipe është gjuhë universale dhe në mënyrë të pavarur është zhvilluar një lloj si gjuhët gjermanike, shqipja, në mënyrë të izoluar, pa kontakt me gjuhën gjermane. Kjo që ka thënë Jokli nuk është mësuar në shkollë. Edhe Qerem Çabej, edhe Kolet Stopalli, edhe akademikët e tjerë, edhe sot e kësaj dite nuk e kanë kuptuar askush se ka kuptuar që gjuha shqipe është gjuhë universale. Pra Jokli e ka thënë këtë gjë. Dhe duke u nisur nga ligjet fonetike të shqipes, Jokli thotë që fjala bagëti është fjalë ilire. Kjo është aftësia e një gjeniu. Tani Jokli ishte njeri mbi njeri. Tani nuk është puna se akademikët tanë nuk janë inteligjent, por Jokli ishte mbi njeri. Është si puna e krahasimit të Salierit me Mozartin. Nuk është puna se Salieri ishte muzikant i dobët, po Mozarti ishte një muzikant kaq i madh sa që nuk ka dalë deri më sot një njeri që të krahasohet me atë. Dhe kur ke pranë një gjeni si Jokli, çfarëdo që të bësh do dukesh i vogël dhe i parëndësishëm. Prandaj ju them shqiptarëve mos u përpiqni të mateni me Joklin, sepse është një lloj sikur të matesh me Newtonin, me Einsteinin. Është e kotë. Pra përpiqu ta lexosh Joklin dhe të mësosh prej tij, këtë kam bërë unë. Mund të përfitosh shumë më tepër duke lexuar Joklin dhe duke studiuar atë me thellësi, sesa duke u përpjekur të nxjerrësh shqipen si gjuhë të veçantë, edhe të përpiqesh të bësh zbulime vetë, siç bënte Çabej. Është e kotë. Prandaj Çabej dështoi. Por kjo fjalë që ka zbuluar Jokli tregon edhe evolucionin e njerëzit. Ne kujtojmë se njeriu bëhet gjithmonë më i mençur, por historia e gjuhës shqipe ka treguar që ka ndodhur e kundërta. Çuditërisht, inteligjenca e njerëzve kudo në botë
por edhe shqiptarve ka ardhur duke u zvogluar. Fjalën Bakti Anila Omari e nxjerr të ardhur nga gjuhët slave të lidhur me fjalën bogate, i pasur në gjuhët slave. Ky nuk është zbulimi i Anila Omarit që ta dini ju. Po këtë thot Anila shkurtimisht në fjalorin e saj të përmendur në vitin 2012, mbi lidhjen e serbishtes me shqipen. Tani, lidhja e shqipes me gjuhë slave është më e thellë, është lidhje indo-europiane, lidhje e trashëguar. Për fat keq Anila Omari dinte vetëm serbisht, nuk i njihte mirë gjuhët slave. Pastaj të vim tek fjalori i Kolestopallit. Pra të shtyhemi më herët në kohë, dhe i thot Bakti, kafsh shtëpiake, fjalë mbar gjuhës, e kanë dhe arbëreshët e Italisë bashkë me foljen bagëtisenj, tërbohem. A i thot se kjo fjalë shfaqet së pari tek buzuku, përdoret si emër kolektiv, por buzuku e ka si shumës të singularizuar të shoqëruar nga nyja jo shoqëruese një. Është huazim nga slavishtja bogate, si pas gjuhëtarit Selishchev, që ka kuptimin i pasur i begat. Por kjo lidhet dhe emrin bug, që do të thot perëndi, në gjuhët slave. Mirë, po nuk është e qartë përse kjo fjalë është perëndi në gjuhët slave dhe do ja tregoj unë. Gjendet kjo fjalë edhe në kurvelesh si bagatar, çoban, ruajtës i bagëtive me prapashtesën ar. Emrat me prapashtesën tia janë gjetur në greqishtën e vjetër dhe në ilirisht, dhe për herë të parë kjo fjalë është gjetur në qytetin që vjen nga emri Bletës në Ukrainën e sotme, në Skithinë e dikurshme. Kjo fjalë nuk ekziston në gjuhët slave. Pra mbaresa tia është mbaresë ilire dhe gjendet në fjalën mjalt melit në gjuhën hitite. Melitia, që është pikërisht kryeqyteti i Skythianëve, që ishte qyteti i mjaltit gjithashtu, është fjalë me prapashtesën ti plus mbaresën femërore a të gjuhës greke dhe ilire. Kjo prapashtesë gjendet dhe në latinisht dhe pastaj edhe në gjuhët romane. Pra, prapashtesa tia nuk është prapashtesë slave, është prapashtesë e të gjitha gjuhëve indo-europiane dhe për herë të parë është shfaqur në gjuhën hitite dhe ka mbetur edhe si toponim në gjuhën çame, shkëmbi i mjaltit. Por tani çfarë lidhje ka fjala Zot dhe fjala bagëti në gjuhën shqipe dhe që lidhet edhe me gjuhët slave? Pra diçka e fshehtë e lidh fjalën bagëti të shqipes me fjalën bog të gjuhëve slave. Por bog është me o dhe a e shqipes sugjeron që bashtingëllorja e laringut h1 jep gjithmonë a në shqip, ndërsa në gjuhët slave është bashtingëllorja e laringut e tipit h3 që jep o në gjuhët slave. Kolestopalli nuk e ka idenë se çfarë janë bashtingëllorjet e laringut. Në fakt, kjo fjalë shqiptohej në indishtën e vjetër me një b shpërthyese, bag. Jo bagëti, po bag. Dhe është regjistruar një gjë e tillë. Kështu i shqiptonin indo-europianët fjalët me bashtingëllore nistore, me një h të fortë shpërthyese. Tani kjo h e fortë shpërthyese është zhdukur në gjuhët slave, por ka mbetur në gjuhën e prygasve. Vetë fjala prygas ose frigas në greqisht shqiptohej me një h pra nistore shpërthyese dhe bh-ja nistore shpërthyese dha f në greqisht. Pra frigas ishte brygas në gjuhën ilire. Edhe fjala bagëti ishte bagëti në gjuhën prygase. Kjo dihet sepse janë gjendur tash dokumenta të gjuhës së frigasve që është shkruar në vitet 800 para erës son. Kjo është çmenduri. Pra, as Anila Omari, as Kolestopalli nuk e kishin idenë e prygasve dhe të ilirëve, fare. As që e lidhin fare shqipen me gjuhën ilire, po thonë që është derivativ i gjuhëve slave. Sepse është shumë e lehtë të bësh një gjë të tillë kur nuk di gjuhë të huaja, kur nuk ke lexuar enciklopeditë e botës. Dhe tani do vim tek Eqerem Çabej sepse vepra e tij është e falsifikuar nga vajza e tij Brikena Çabej.
Çfarë ka bërë Brikena? Sa herë që shikonte që Çabej bënte gabime të rënda, merrte tekstet e Joklit, i fuste në librat e Çabejt, i riboton dhe nënshkruan Çabej. Është një lloj sikur vajza e Picassos të vidhte pikturat e Monets dhe t'i shiste si pikturat Picassos. Turp shumë i madh. Fatmirësisht ne kemi tekstet e Joklit të sakta tani, sepse janë hapur arkivat dhe e gjithë puna falsifikuese e Brikena Çabejt ka dalur në shesh. Në këtë rast, jo vetëm që Çabej bie dakord me Joklin, por gjuha e tij nuk është e Çabejt. Do ta shikoni që është gjuhë shumë e pastër si e saj e Brikenës. Kështu Çabej thotë që është tekst i falsifikuar. Bagëti. Gustav Mahleri niset nga kuptimi kafsh bare dhe e krahason kështu me frëngjishten e vjetër bague, vandak. Në gjuhën e lombardëve dhe të venedikasve, baga, që do të thotë calik vere. Në spanjisht, baga, litar i Samarit. Në gjuhën e friuljave, bage, rëshek, shakull. Pra është gjuhë shumë e pastër. Këtu duket qartë, kryefjala, folja dhe kundrinori, e cila gjithmonë mungon tek gjuha e Çabejt, sintaksa e shqipes. Jokli përkundrazi e merr për fjalë vendi duke afruar me slavishten boga, bogu dhe indishten e vjetër bagas, që do thot pasuri. E shikoni, gjuha është shumë e çuditshme, nuk është kjo gjuha e Çabejt. Julius Pokorne nuk e zë me gojë fjalën e shqipes, por Valde Hoffman e pëlqen këtë shpjegim. Kështu edhe Vejgandi dhe Taljavini dhe Vasmeri. Këta ishin të gjithë specialistë të gjuhëve slave. Vasmeri, që ishte më i talentuar nga të gjithë për gjuhët slave, thot ndoshta, mbase. Tani, Selishchevi, që është slav i pastër, anon të shoh këtu një huazim nga slavishtja bogate. Pra, ky është evolucioni të cilën nuk e ka shpjeguar Kolestopalli, ai ra shkurt, ai tha vetëm Selishchevi ka thënë këtë gjë. Jo. Selishchevi tani thot që ky është huazim nga slavishtja bogate, i pasur. Pra bagëti, pasuri. Ashtu edhe skoku. Fjala e mbar gjuhës del tek buzuku për herë të parë si emër kolektiv, edhe si njëje si mirëfillt. Burimi këtij emri, a fjalë vendi, a huazim, mbetet i dyshimt. Gjuhë shumë interesante, kjo nuk është gjuha e Çabejt. Morfologjia e tij, si kundërvëren edhe Jokli, bagëti nga një emër mashkullor bag, ka paralele në shqipen si treg, tregti, po me anën tjetër mungon një i tillë primitiv bag, do të thënë një rënjë bag në shqip, mungon. Lidhja me gjuhët romane që përsjat Gustav Mahleri nuk është bindse. Kur ndonjëherë përpara nuk e ka përdorur Eqerem Çabej fjalën përsjat. Asnjëherë, nuk është fjala e tij. Nga huazimi slav i begati pasur, që ka dhënë edhe abstraktin begati, pasuri, mund të mendohet një ndërim fonetik i këtij abstrakti në bagëti, e cila u bë pastaj një kolektiv. Kjo gjuhë është shumë e ngjashme me gjuhën e Brikena Çabejt, edhe një herë. Kështu nuk flet i ati i saj asnjëherë. Për kuptimin, krahaso për shembull lucre, dele, tufdhensh me latinishten lucrum, fitim, ose slavishtja skote, bagëti, prej gotishtes, skac, pasuri, bagëti. Këto janë shënimet e Joklit. Këtu Çabej ka vjedhur Joklin, por nuk thot që janë shënimet e Joklit. Domethënë Brikena ka vjedhur Joklin. Do ta shikojmë këtë më vonë. Edhe ruajtja e g-s intervokalike nuk flet në të mirë të një lashtësie të madhe të kësaj fjale në shqipen e sotme. Në qoftë se është fjalë vendi, zgjerimi me ëti, bagëti, duhet të jetë kryer relativisht vonë, por atëherë të çuditë si të ketë humbur primitivi bag. Prapashtesa tia është prapashtesa e greqishtes dhe latinishtes dhe shqipes. Çfarë thot ky? Ky nuk njeh latinisht, kuptohet. Gjithsesi, identiteti me begati si një zgjerim i brendshëm i begat prej slavishtes bogate është më afërmendsh se shpjegimet e tjera.
Një sekond tani. Po nga e kopjuan pra shqiptarët dhe cili shqiptar ka bërë këtë zhvillim fonetik, ky nuk e tregon, sepse kjo nuk ka ndodhur me Buzukun, ose me Bogdanin, ose me Budin, me asnjë nga shkrimtarët e vjetër. Dhe kjo është fjalë që gjendet në arbreshët e Italisë, pra është fjalë e trashëguar. Pra kjo fjalë ka qenë në arbreshët që ikën nga Moreja e Greqisë, e kuptoni apo jo? Se këta janë arbreshët e Italisë, që ta dini ju. Dhe arbreshët e Moresë së Greqisë nuk kanë pasur kontakt me autorët e veriut për faktin se i përkasin shekullit të 15, kur u dëbuan nga Moreja, por gjithashtu zhvillimet fonetike në gjuhën arbreshe janë të tilla që nuk kanë lidhje fare me gjuhën e gegërishtes së veriut. Pra fjala begati dhe bogati dhe bagëti janë fjalë të shqipes, por edhe në gjuhë slave janë gjendur. Po çfarë ka ndodhur, do ja shpjegoj unë tani. Tani në arkivat e Universitetit të Austrisë janë gjetur të gjitha thesaret e Joklit dhe ka dalë në shesh se si Eqerem Çabej dhe Brikena Çabej kanë vjedhur Joklin për faqe të zezë dhe nuk e tregojnë këtë gjë. Ja, kjo është gjuha e Joklit. Gustav Mahleri e jep kuptimin gjë e gjallë, të njëjtat fjalë të Joklit. Kafsh bare. Ai kuptimin e dytë e merr për kuptimin bazë dhe në lidhje me këtë, ai mendon se kjo fjalë mund të ketë të bëjë me frëngjishten e vjetër bague, vandak, gjuhën lombarde Bergam dhe gjuhën e Venedikut baga. Pra në gjuhën e lombardëve është Bergam dhe jo baga, siç thoshte Eqerem Çabej. Pra kjo është më sakt, kjo e Joklit. Vjedhja është bërë nga teksti i Joklit, është e njëjta gjuhë. Po ashtu kemi baga, rëshik vere, spanjishtja baga, tërkuz, bare, dhe kjo vjen nga një bagage e spanjishtes. Veç se fjalorët e rinj në japin vetëm kuptimin bagëti. Pra si që shikoni, Çabej ka kopjuar fjalë për fjalë të gjitha shënimet e Joklit. Jokli shkoi në kampin e përqendrimit, dha jetën për Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse mund të kishte ikur me kohë, por ai donte të kujdesej për trashëgiminë e tij, skedarët e tij, pasurinë e tij që ishte në Universitetin e Vienës dhe nuk donte të largohej deri në momentin e fundit kur e arrestuan. Pra Jokli dha jetën për gjuhën shqipe dhe Çabej dhe Brikena Çabej pa pikë turpi i kopjojnë shënimet e Joklit dhe vën firmën e tyre. Ja, ka dalë në shesh e vërteta, mbas një shekulli. Dhe Jokli thot, zor që në shpjegimin e kësaj fjale mund të nisemi nga kuptimi kafsh bare, siç mendonte Mahleri. Po saçërisht, duhet pasur parasysh që sufiksi ati, si më poshtë, i jep fjalës rënj një kuptim kolektiv ose abstrakt, atë që thoshte Çabej. Prandaj nga një baga e gjuhëve romane do të kishte dalë vetëm kuptimi bar nga rkesa, por jo kafsh bare. Jo, kjo është kopje. E kuptoni çka bërë Çabej? Absolutisht Eqerem Çabej nuk ka bërë as edhe një lloj zbulimi në jetën e tij, por pa pikë turpi, ja po them, para gjithë shqiptarëve në të gjithë botën, 10 milion shqiptar, pa pikë turpi, Eqerem Çabej merr shënimet e Joklit dhe vë firmën poshtë tyre. Të dashur shqiptar, le të jetë puna e Çabejt një mësim për ne të gjithë, që mos vjedhim, sepse kjo del në dritë më njëherë, siç e shikoni. Madje ka dalë në dritë një shekull më vonë. Këto janë shënimet e Joklit në vitin 1919, shënimet e tij private. Përveç kësaj neve na afrohet vetvetiu një tjetër afrim slav. Boge, bogu në çekishte, perëndi në gjuhë slave, me çekishten zbozhi, që do të thot mall, pasuri. Po ashtu edhe zbozo në gjuhën sorbian, që është e ngjashme me serben, po kjo është gjendur afër Polonisë, sorbian, dhe kemi zbozo bagëti. Në Poloni gjithashtu zbozo do të thot pasuri, drith, mall. Në gjuhën e ukrainasve, zbizhe do të thot drith, plaçka, tesha. Dhe të gjitha këto derivativa slave vijnë nga një derivativ më i vjetër, në gjuhën e indisë së vjetër, baga. Pra siç e thash dhe unë, me një b shpërthyese.
mall të mirat, bahajati, të ndaj të mirat. Siç e shikoni, tia, mbaresa tia që gjendet në gjuhët indo-europiane, është pjesë e infinitivit të indishtes së vjetër. Pra mbaresa e infinitivit veta e tretë numër 1-jës në gjuhën e indishtes së vjetër dhe në persishten e vjetër u bë prapashtesa tia e ilirishtes, greqishtes dhe latinishtes, si në fjalën e mjaltit melitia. E shikoni pra çfarë ka ndodhur? Pra siç e shikoni, varianti i indishtes së vjetër është varianti më i vjetër indo-europian, më i vjetri. Është edhe me bën shpërthyese, bhajati, edhe me tën që ka dhe shqipja, tregti, bagëti dhe ilirishtja, edhe gjuha latine, edhe gjuha greke, edhe gjuha hitite. Pra emrat me prapashtesën të vijnë nga një infinitiv i gjuhëve të tipit satem. Dhe tani Jokli, pa e ditur fare për gjuhën e prygasve, që doja shpjegoj më vonë, thot: për ilirin blegtor, malli, pasuria, konsiston në bagëtinë e tij. Kjo është arsye që gjuha e Çabeit ishte aq e bukur, sepse ishte thjesht përkthim i shënimeve të Joklit, kopje e tyre. Kur Çabei nuk kopjon Joklin, thot Marzira, dhe shqipja e tij nuk ka kuptim. Ndërsa kur kopjon Joklin, shqipja e tij bëhet e bukur. Pra për ilirin blegtor, malli, pasuria konsiston në bagëtinë e tij. Nga pikpamja semantike përveç fjalëve slave që u përmendën më lart, që duan të thonë pjesërisht mall, pasuri, pjesërisht drith, pjesërisht bagëti, le të krahasojmë edhe raportin që ekziston midis slovakishtes statek dhe gjuhës çeke statek. Këtu kjo fjalë do të thotë mall, pasuri dhe në slovakisht bagëti. Ose të marrim shembullin e gjuhës serbokroate. Blago, visar, bagëti. Gjithashtu në bullgarisht kemi blago, mall, pasuri, pron. Pra, në të gjitha gjuhët slave dhe në gjuhën e indishtes së vjetër ekziston lidhja midis pasurisë dhe bagëtisë. Morfologjikisht, kësaj fjale i përgjigjet çdo fjalë gjuhës ilire. Ngushtë-ti, madhështi, dhunë-ti, tregti. Këtë zbulim e ka bërë Gustav Mahler. Pastaj fjala limonti, të ndenjurit pa punë. Për bagëti duhet të nisemi nga një bazë mashkullore, bagas, që ai e mendon fjalë ilire, po që nuk është gjetur, por e kam gjetur unë. E cila në gjininë e saj puqet me indishtën e vjetër baga, mall, lumturi, që është në gjininë mashkullore. Po ashtu slavishtja boge, bogu, ubogu, që do thotë perëndi. Pra, Jokli e kuptoi që fjala perëndi dhe fjala bagëti kanë të njëjtën rënjë dhe që fjala bagëti është fjalë ilire me prapashtesë ilire, si në latinisht dhe në greqisht. Pra, Jokli ka bërë këtë zbulim pa ditur asgjë fare për gjuhën e prygasve. Të dashur shqiptar, të gjithë do të shmenden kur t'ju them se Zeusi, i cili ishte perëndia e dashit, që nga viti 1300 para rëson, kur ndodhi ndryshimi në krye të procesionit të qiellit, që konstelacioni i dashit u bë pikërisht ajo pjesë e qiellit ku kalonte Jupiteri gjatë natës. Pra kjo është një datë e caktuar në të cilin perëndia e buallit u rrëzua dhe perëndia e dashit u bë perëndia më e rëndësishme ilire dhe indo-europiane. Perëndia e gjuhëve slave, perëndia e grekërve, perëndia e të gjithë keltëve. Pra, është pikërisht ky moment, rreth viteve 1600 para rëson deri në vitin 1300 para rëson, kjo periudhë, në të cilën bëhet një ndryshim i madh në besimin indo-europian. Vritet bualli i qiellit, rrëzohet bualli dhe vendoset perëndia e dashit në qiell dhe në krye të panteonit të ilirëve. Është pikërisht ky moment që dëshmohet edhe me gjuhën e prygasve, ku kemi Bagaios Zeus, Zeus i dash, Zeus i bagëti.
Kjo fjalë gjendet vetëm në gjuhën e prygasve dhe në gjuhën e ilirëve, pra bagëti dhe Zeus dash bagajos. Po tani, prygasit kanë vajtur në Azinë e vogël në shekullin e 8 para erës sonë, sipas studimeve arkeologjike. Pra, ky transformim nga Perëndia e Buallit në Perëndinë e Dashit ka ndodhur për një periudhë të gjatë kohore, nuk ka ndodhur brenda një shekulli. Edhe transformimi në gjuhën shqipe nga bagëti në Perëndi ka ndodhur pikërisht në periudhën kur Dashi u bë perëndia më e rëndësishme e panteonit ilir. Fakti që vetëm në gjuhën e ilirëve dhe në gjuhën e prygasve ekziston perëndia Dash, perëndia bagëti, por jo në gjuhët slave, dhe jo në gjuhën e Indisë së Vjetër, dhe jo në gjuhën e persianëve, është shumë domethënëse. Në gjuhën e Indisë së Vjetër, fjala baga, perëndi, ishte kuptimi i perëndisë që të dhuron ty atë pjesë të ushqimit, të drithrave, të caktuara nga fati. Baga është zoti vedik i pasurisë dhe një term zot, patron, që t'jep pasuri dhe begati. Ai është një adityja, një grup i hynive shoqërore që janë bijtë e Aditit, perëndia e diellit. Përgjegjësia e bagas është që të siguronte që njerëzit të merrin një pjesë të mirave, të drithrave në jetë. Ai ishte i lidhur me vëllain e tij Aryaman në lidhje me pritjen e një martese të suksesshme. Në Rigvedat e Indisë, Samhita Baga thirret dhe lavdërohet si mbështetësi i botës, dhënësi i pasurisë, prisi kryesor i riteve dhe zotëruesi i opulencës, pasurisë. Ati kërkohet të bëhet dhurat pasuesve të tij, gjedh, kuaj dhe gjithashtu bagëti të llojeve të ndryshme. Edhe në gjuhën e Avestanit dhe persishte së vjetër, baga ka kuptimin e përdorur si lord, si imzot dhe si shpërndarës i fatit mirë, edhe si perëndi. Në të gjitha gjuhët slave, rënja bog ka kuptimin zot, ashtu si në gjuhën e Avestanit, por nuk ka kuptimin bagëti si në shqip. Pra në gjuhët slave kemi fjalën bag, që u kthye në bog, pasuri dhe zot. Zoti që ndan pasurinë, si në gjuhën e Indisë së Vjetër. Asnjëherë në gjuhët slave nuk kemi perëndia e dashit, si në gjuhën e prygasve. Pra të dashur shqiptar, konkluzioni është i qartë. Vetëm në gjuhën ilire ka ndodhur ky transformim nga Zeusi si perëndi që ndan pasuritë në Zeusin e dashit, Zeusi bagëti. Pra në shqip nuk është bagëti pasuri, por ka pasur formën mashkullore si në indishtën e vjetër, një bagas që gjendet në gjuhën e prygasve, bagajos. Të dashur shqiptar, si është e mundur që një krijesë njerëzore si Norbert Jokli pa patur idenë më të vogël për gjuhën e prygasve, e cila u përkthye dhe u deshifrua në shekullin e 20 dhe të 21. Tani shumë vonë. Si ka mundësi që ky njeri i jashtëzakonshëm, ky gjeni, ky Mozart i gjuhës shqipe, më gjen mua një formë bagas mashkullore e cila gjendet në gjuhën e prygasve bagajos, që do të thotë Zeus i dash. Kjo është e pamundur. Kjo është përtej aftësive njerëzore. Më të njëjtën mënyrë Jokli dëshmoi gjenialitetin e tij kur zbuloi se fjala an e gjuhës shqipe është zhvilluar sipas ligjeve fonetike të gjuhëve gjermanike. Kur kam lexuar unë për këtë gjë dhe për faktin se gjuha shqipe është zhvilluar si gjuhë gjermanike, po në mënyrë të pavarur nga gjuhët gjermanike, dhe Jokli e tregoi këtë, atëherë më shftofur mendja fare, ëh? Pra, detyra jonë është vetëm që të lexojmë Joklin. Po ta lexosh Joklin, bëhesh menjëherë i mençur. Pra, ai procesi i Darwinit, ai devolucion që ka ndodhur tek mendja e shqiptarit, pra, në vend që të bëj përparim evolucion, shqiptari është
tërhequr prapa. Truri i Kolet Topallit është më i vogël se truri i Eqeremçabeit. Truri i Eqeremçabeit është shumë më i vogël se truri i Norbert Joklit. Pra truri sa vjen dhe zvoglohet. Dhe tani mos themi më për trurin e Anila Omarit. Nuk e dim që a ka tru fare ai njeri. Pra, mendja shqiptarit gjithmonë ka ardhur duke u rrudhur, a? Ashtu siç janë rrudhur fjalët ilire nga fjalë 3 rrokshe, pastaj në fjalë 2 rrokshe dhe pastaj në fjalë 1 rrokshe në gjuhën shqipe. Po ashtu dhe mendja e ilirit u kthye në mendje të arbreshit dhe pastaj u kthye në mendje të shqiptarit gjatë pushtimit turk. Sidomos pushtimi turk, këto 500 vjet kanë sjellë ndryshime fizike në trurin ton, të ndjeshme. E them seriozisht këtë gjë. Por tani, ne mund ta bëjmë këtë kapërcim tek Jokli, është shumë e lehtë. Sepse nuk është ndonjë ndryshim i madh kohor, një shekull. Pra truri i shqiptarit është rrudhur, por ndoshta jo dhe aq shumë. Dhe shpejt e shpejt do të kthehemi tek Jokli, tek shënimet e tij, tek pasuria e tij që na la neve, dhe po ta lexojmë atë, ne do bëjmë zbulime të tjera. Pra, kështu filloi kryqëzata e gjuhës shqipe me Joklin. Tani nuk është rastësi që Jokli e ka kthyer gjuhën shqipe në një lloj feje, një lloj besimi. Jokli ishte hebre dhe për hebrejt, besimi fetar ishte i njëjtë me studimin e gjuhës hebreje. Megjithëse hebrejt nuk kanë qenë në tokën e tyre me shekuj dhe u kthyen shumë vonë atje, prapse prap hebrejt e ruajtën identitetin e tyre vetëm në një mënyrë, duke e konsideruar besimin gjuhë dhe gjuhë besim. Pra janë identike për ta këto dy gjëra. Dhe atë që kanë thënë rilindasit, feja e shqiptarit është shqiptaria, Jokli e ka zgjeruar. Jokli ka thënë më herët, feja e shqiptarit është iliria. Pra, vetëm duke kërkuar kufit tan jetik, hapësirën tonë jetike, zgjerohet gjuha shqipe. Futen ato fjalë që kanë qenë dhe në ilirisht, dhe në gjuhën e prygasve, dhe në gjuhën e mesapëve. Tani kur zgjerohet hapësira jetike e shqiptarëve, detyrimisht zgjerohet dhe truri i tyre, sepse duhet përfshish në gjuhën tënde të gjitha ato pasuri që ka lënë gjuha ilire. Megjithse këto gjuhë janë gjuhë të vdekura, pra në ato vende ku kanë shkelur slavët, sidomos, por më vonë edhe fiset gjermanike, pra këto territori janë humbur, por pasuria fonetike dhe pasuria e këtyre fjalëve që kanë mbetur dhe që janë regjistruar, do e zgjeroj gjuhën shqipe dhe detyrimisht do zgjerohet dhe truri i shqiptarëve. Kështu thot Darwini, po e përdore një organ, ai fillon dhe zgjerohet. Po patëm në brirë, do na rriteshin më tepër, po t'i vinim në punë. Dhe po të kemi mendje dhe tru, do zgjerohet detyrimisht po të vëmë në punë fjalët ilire që ekzistojnë, po që ishin të vdekura deri dje, por që Jokli ka zbuluar pa ditur asgjë fare për gjuhën e prygasve. Tani si është e mundur që ky e ka bërë një gjë të tillë, Jokli, unë nuk arrit do ta kuptoj, se si është ai një gjenj kaq i madh. Detyra jonë është vetëm që ta studiojmë Joklin, asgjë tjetër. Dhe menjëherë do përfitojmë prej tij, do mençurohemi. Pra hebrejt janë kaq të zgjuar, jo pse Zoti i bëri ata të tillë, po sepse natyra i ka liti. Domethënë ata ishin gjithmonë në presionin e zhdukjes dhe shfarosjes, dhe për këtë arsye u përkujdesen për gjuhën e tyre vazhdimisht. Tani shqiptarët janë në prag të shfarosjes, që ta dini ju. Këto që na kanë mbetur ne janë vetëm një grusht fjalësh nga gjuha ilire, e cila dha shpirt në ato vende ku hyn serbët. Edhe Shqipja do kishte dhënë shpirt nëse pushtimi turk do kishte zgjatur akoma më shumë. Tani Turqia mund të vi prap në Shqipëri, mos u çuditni. Shqipërinë mund ta ndaj një ditë
Greqia me Serbinë mund ta coptojnë Shqipërinë, mos u çuditni. Pra gjërat më të lemeritshme mund të ndodhin. Dhe e vetmja mënyrë për të mbijetuar është për kujdesja e gjuhës, sepse sot mund t'i humbësh kufijt, por mund t'i rifitosh dikur. Por nëse ti humbet gjuhën, je shuar përfundimisht dhe kjo vërtetohet sidomos me arvanitasit në Greqi, të cilët megjithse ishin patriot të fuqishëm, praktikisht e humbën gjuhën e tyre. Po ashtu edhe Maqedonasit e Aleksandrit të Madh, në presionin bullgar, pothuajse humbën fare gjuhën e tyre dhe kanë mbetur vetëm një grusht shqiptarësh pasardhës të Maqedonasëve të mëdhenj. Po ashtu, nga ilirët e dikurshëm, kanë mbetur vetëm një grusht shqiptarësh të vendosur në malin e zi. Pra, ata janë tërhequr nga Dalmacia dikurshme, nga Bosnja dhe janë shtrydhur dhe janë rrudhur diku afër Ulqinit, një grusht shqiptarësh. Ky fat i lemeritshëm mund të na ndodhi dhe neve një ditë, pra mos u habisni. Dhe që të përgatitemi për atë ditën fatale është e vetmja zgjidhje gjuha shqipe. Pra, Jokli na mësoi që gjuha shqipe është besim, është religjion. Feja e shqiptarit është iliria, këtë po ju them unë. Tani fjala e prygasve mund të jetë dhe huazim nga gjuha perse. Për mua nuk ka asnjë problem, edhe sikur të ishte huazim, megjithëse nuk është. Ta zëm se është huazim nga gjuha perse. Pra, prygasit erdhen nga Iliria në Azinë e Vogël. Tani si ka mundësi që kjo fjalë gjendet në gjuhën shqipe, që në shekullin e 8 para erës sonë? Pra, që në shekullin e 8 para erës sonë, këtu ka pasur shqiptar. Kjo më intereson mua. A është ky huazim nga gjuha perse? Nuk ka asnjë lloj problemi. Megjithatë, është vërtetuar që gjuha prygase, një lloj si gjuha shqipe, kishte edhe elemente të tipit satem, edhe elemente të tipit kentum. Vazhdimisht, prygasit këtë kanë treguar. Pra, është huazim ose jo, nuk është e rëndësishme. Mendoni datën, shekulli 8 para erës sonë. Zeusi quheshte Zoti i dashit, Zoti i pasurisë, Zoti që ndan drithrat dhe pasurinë. Të dashur shqiptar, le të festojmë këtë ditë të jashtëzakonshme, ditën kur Jokli parashikoi që gjuha shqipe ishte gjuhë ilire, dhe mua më del që gjuha shqipe dhe gjuha e prygasve janë identike. Prygasit kanë emrin bregasit. Pra, a ka dhuratë më të madhe që na ka bërë në Jokli, pa patur as iden më të vogël për gjuhën e prygasve? Pra, një gjenjë i tillë duhet festuar, një gjenjë i tillë duhet mbajtur si idhull për shqiptarët. Po ashtu, ai duhet mbetet edhe si shembull për gjithë akademikët e rinj, albanologët e rinj, të cilët nuk duhet të shpikin asgjë, vetëm të lexojnë Joklin, asgjë tjetër, dhe menjëherë do pasurohesh, do begatohesh. Pra nëse fjala begati dhe bagëti pas kanë qenë në gjuhën e prygasve, unë nuk i konsideroj ato huazime nga gjuhët slave. Ju falemnderit shumë të dashur shqiptar dhe mirupafshim në filma të tjerë.